Drejtori i Zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković u dërgoi një letër përfaqësuesve ndërkombëtar në të cilën dënon ndalimin e 4 të rinjve serb që u përpoqën të restauronin një mural kushtuar Patriarkut Pavëll në pjesën e Mitrovicës së Veriut, duke konsideruar atë si pjesë ndaj popullit serb dhe identitetit të tyre. Ai deklaroi se politika heqjes së simboleve serbe dhe presioni ndaj serbëve në Kosovë dhe Metohi vazhdojnë me pretendime se kjo kërcënon të drejtat dhe pozicionin e tyre. Petković u bëri thirrje përfaqësuesve ndërkombëtar të reagojnë dhe njoftoi se organizatat përkatëse ndërkombëtare dhe aktorët e tjerë ndërkombëtar do të informojë për këtë rast. Kryetari i Komisionit për Personat e Zhdukur në Qeverinë e Serbisë Veljko Odalović tha se Prishtina përmes aktakuzave, procedurave gjyqësore dhe vendimeve kundër serbëve dëshiron ta kthejë atë që ndodhi në Kosovë në favor të saj dhe t'i shpall ata që siç thotaj ishin terroristë dhe kryen krime, t'i bëj heroj dhe t'i justifikoj veprimet e tyre, ndërsa krimet do t'i atribohen atyre që luftuan kundër terroristëve që vranë ushtarë dhe policë. Ai kujton se rasti i Reçakut nuk është vendosur askund dhe se Reçaku dhe Dubrava u hoqen nga aktakuza kundër Slobodan Miloševićit dhe udhëheqjes shtetërore, ushtarake dhe politike të Republikës Federale të Jugosllavisë në Hag sepse nuk kishte prova. Zvoglimi i paralajmëruar i numrit të pjesëtarëve të KFOR-it është një pasqyrim i trendit kontinental nga perspektiva e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por një vendim i tillë është një shpatë me dy teha për shkak të transferimit të mundshëm të një pjese të përgjegjësisë nga KFOR-i te forcat e sigurisë së Kosovës, të cilat nuk janë të përkushtuara ndaj komunitetit serb, tha Petar Ivić, bashkëpunëtor i iniciativës Pupin. Ai shpjegoi se administrata në Washington vendosi të zvogloj praninë e tyre trupave të saj në Evropë sepse nuk e konsideron më Rusinë si kërcënim, duke shtuar se KFOR-i është pjesë e këtij trendi më të gjerë. Analisti politik Nejmedin Spahiu beson se ulja e numrit të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë është një lajm i mirë sepse tregon se situata në Kosovë është më e sigurt, duke shtuar se nuk ka më rrezik për komunitetin serb. Nga ana tjetër, ai thotë se ulja e numrit të ushtarëve është një lajm i keq për të gjithë ata që kuptojnë praninë e misionit të KFOR-it si turistë të përhershëm në Kosovë. Ai vren se me largimin e një pjese të trupave, Kosova do të ketë më pak të ardhurë, por se është e rëndësishëm që Prishtina të mësojë të ruajë pavarësinë e vet ekonomike. Presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu deklaroi se diskutimet për bashkëpunimin me parti tjera do të pasojnë pas konfirmimit të rezultateve të zgjedhjeve, duke thënë se ajo nuk do të jetë kandidate për postin e presidentes. Së pari le të presim certifikimin e rezultateve dhe pastaj sigurisht do të besoj takimet me partitë politike. Shpresojmë të gjejmë një konsenzus në mënyrë që Kuvendi i Republikës së Kosovës të zgjedhë një president me mandat 5 vjeçar dhe të vazhdoj punën me përgjegjësi që kemi ndaj qytetarëve, tha Haxhiu. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi tha se ky institucion po pret përfundimin e procesit të shqyrtimit të ankesave përpara se të vazhdojë me publikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Sipas tij, nëse vendimi nuk përmbajnë kërkesa drejtuar Komisionit Qendror Zgjedhor, Komisioni Qendror Zgjedhor është i gati që të shpallë rezultatet përfundimtare menjëherë pas hyrjes së tyre në fuqi. Elezi theksoi se kjo nuk përfaqëson fundin e procesit zgjedhor sepse subjektet politike dhe palët e tjera të përfshira kanë të drejtë të paraqesin ankesa edhe kundër këtyre rezultateve. Ai më parë njoftoi se pret që rezultatet përfundimtare të shpallen deri me 26 qershor. Kryetari nderi i Aleancës Ramush Haradinaj ju bëri thirrje partive opozitare që të arrijnë një marrëveshje për formimin e një qeverie opozitare me qëllim shmangje në zgjedhjeve të reja dhe kapërcimin e bllokadës institucionale.
Ai tha se Aleanca nuk do të jetë pjesë e qeverisë së kryeministit në mandatin teknik të Albin Kurtit, i cili, siç deklaroi ai, po e lodh Kosovën duke mos formuar institucione. Na ndodhi 2 herë, e duam që e njëjta lojë të na ndodh edhe pas qershorit, apo duam të ndërmarrim një plan të përbashkët, pyeti Haradinaj. Instituti Hidrometeorologjik i Republikës ka lëshuar një paralajmërim për temperaturat shumë të larta gjatë javës së ardhshme. Vala nxehtë, e cila do të fillojë në pjesën më të madhe të vendit nesër, do të zgjasë gjatë fundjavës si dhe në fillim të javës së ardhshme dhe parashikohen temperatura deri në 39 gradë. Temperatura më e ulët nesër do të jetë 15, kurse ajo më e larta ditës deri në 36 gradë Celsius.